Mirë se vini në We Economy, në podcastin ku zbërthehet ekonomia, aty ku folet me fakte, me mendim kritik, po edhe ka një dozë të realiteti shoqëror. Unë jam Abil Baush dhe sot do të flasim shumë më shumë për një çështje që nuk është statistik, po është pavarësi gjinore. Çka do të thotë kjo? Do të thotë se sa gratë paguhen dhe si përfaqësohen ato, ose sa janë ato të suksesshme në botën e biznesit. Do ta përdorim termin e gender inequality. Si ka filluar kjo të përdoret, ose ku ka filluar më shumë të merr hof, aty nga vitet 70-ta, 80-ta të vitit të shekullit të kaluar, aty ku nuk fliteshte vetëm për të drejtën e votës, po fliteshte edhe për çështje tjera si barazi në punë, në paga, në ligj etj. Çka përfshin, çka përfshin ky gender inequality? Përfshin disa kategoria në të cilën UNDP-ja këtë indeks ka filluar të fshti në funksion për 2010-s. Aty përfshin shëndeti i gjinisë, shëndeti i grave, në aspektin tjetër përfshirja në fuqinë vendimmarrëse dhe tregu i punës. Në këto dekadat të fundit ne shpesh e kemi përdorur gender inequality dhe në për analizat tona shpesh përdoret dhe ka një impakt të madh në zhvillimin e ekonomisë në vendin tonë. Kjo matet me atë se sa është afër zeros. Barazia gjinore asa afër njëshit, pa barazia gjinore në atë indeksin të cilën e paraqesim. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut, indeksi është 0.14, që e bën të jetë i ranguar në botë në vendin e 37, por që ka një përmirësim për arsye se ka një përfaqësim të mirë në politikën ose në vendet në parlament që mbahen nga gratë. Në rajon, Serbia është para neve dhe Mali i Zi, kurse për Kosovën nuk kemi të dhëna të sakta statistikore, por kemi një perceptim se është aty në mesin e këtyre vendeve ballkanike. Përfaqësimi i grave në Maqedoninë e Veriut është me 41% në fuqinë punëtore, kurse te burrat është ka 64%. Përfaqësimi politik o 42.5% i grave në politikë bërjen e vendit, kurse puna e papaguar për fat të keq të gratë është afër 15%, pagët që nuk e marrin për punën që e bëjnë, dhe 5.1% për dallim për tyre prej burrave. Po, u tregova, sot unë nuk e kam kolegun tim Visarin në emision, po kam njerëz të cilët janë shumë më mirë të thirrur për ta bërë këtë bisedën e sipërmarrësisë të gratë. Është në zonja Nina Sherifovska. Zonja Nina është 20 vjet ka përvojë në biznes. Dhe atë kur them në biznes është në CEO dhe CEO në Park Residence dhe Parkland Hospital Group. Është edhe co-founder ose bashkëthemeluese e DigiTime. Është një sfond jashtëzakonisht të mirë të biografisë të saj në punën, cilat në drejtën ndërkombëtare si profesion, po edhe një përvojë jashtëzakonisht shumë të madhe në biznes, saqë edhe unë ndonjëherë kështu largohem se kam pas përvojë në akademi dhe jo shumë më shumë në biznes. Dhe ajo që është mbreslënëse është se është edhe themeluese e fondacionit Enver Maliqi. Për ato që nuk e dinë, është një ndër sipërmarrësit më të mirë të qytetit të Shkupit, i ndjeri Enver Maliqi. Këtu e kemi edhe një zë të fuqishëm i sipërmarrësisë shqiptare, nuk e tham, nuk e etiketoja është e grave e burrave, është Vlora Ademi, është themeluese dhe CEO e DigiCube dhe DigiTime-it, ka një përvojë 20 vjeçare dhe jo vetëm në këto startupe, mund të them startupe, po edhe në organizata të ndryshme ndërkombëtare si Microsoft, si Bergji etj. Mua ajo që më le përshtypje të këto dy zonja nuk është vetëm se ato janë jashtëzakonisht shumë të suksesshme si sipërmarrës, po janë edhe nëna të suksesshme, gjë që ne babat mund të ndrojmë këtë punë, do të them, kështu e tham me plot kuptimin e fjalës, për arsye se fëmijët e tyre janë gjithashtu shumë të suksesshëm dhe kjo është një rezultat, do të them. Faleminderit, mirë se erdhët në We Economy, faleminderit që pranuat të vini këtu në këtë podcastin tonë. Faleminderit një herë për ftesën, që na thërritët edhe na lat hapësirë, se për mu suksesi është veç një hapësirë e cilën ty e shfrytëzon në moment të duhur ose jo.
Ashtu që edhe më vjen mirë që këtu me mua është Vlora, përveç se. Famdet që se keni Visarin këtu, kështu që do bëhet një balansim i mirë mes neve të treve. Absolutisht, po. Unë do të filloj, ajo që mua çdo herë më ka interesuar, ndoshta kjo gjenia ime kështu e them, thotë, kur ju vendosët të mos u bindeni rregullave të zakonshme kështu, unë e them, të zakonshme të asaj të të qenurit grua. Kur u bindët se do duhet patjetër unë të jem e suksesshme në biznes dhe jo të mvarem nga zakonet të cilat do duhesh të ti kemi. Kjo është zakonisht një parashtrohet pyetjeve. Kjo pyetje zakonisht është e shpesht ndaj grave të suksesshme. Unë mendoj se ajo që pse më tepër imponohet tek shoqëria jonë, për shkak se ekskluzivisht shoqëria jonë shqiptare është më tepër më tradicionale, më konservative dhe unë mendoj se nëse rikthehem pas gjatë prej edukimit tim, besoj edhe Nina është të asaj gjenerate, ka qenë një struktura shqiptare më konservative në kuptim që të ndërtojnë një model prototip të vajzave apo grave të cilët janë më të heshtura, më familjare, një prototip të një femre që ndoshta mirë mos ketë shumë ambicie personale kështu me radhë. Edhe unë çdo herë edhe pse për fat të keq mund të jem etiketuar si një rebele, por në fakt ajo çka doja unë të ndërtoj, e dija se kisha një shpirt krijues, edhe ndoshta jo random për një prototip vajze që shikonin ne, qoftë një mësimdhënëse apo një profesion i cili ndoshta ishte më i kapshëm në atë kohë, flas tani para 20 viteve, po jo se ka ndryshuar tani, për fat të keq emancipimi i gruas më tepër shihet si një rrezik se sa si një risi apo si një impakt që mund të jep shoqërisë. Edhe kjo më ndihmoi fatikisht ai momenti që unë të ndërtoj atë prototipin tim që qem vetja, ishte ai moment ku thoja që okay, do studoj një studim, do mirem me një fushë që ndoshta nuk e njohin në mesin e gjinisë, për shkenca kompjuterike. Eksakt, para 25 viteve. Edhe ishte edhe bullizëm, mos harro. Femrat të cilë mësonin shkencat eksakte, matematik, fizik apo edhe mjekësi, Nina do të tregon edhe me vajzën e vet, janë do tema që fatikisht për fat të keq edhe kjo është ajo që unë u stepa dhe thash okay, po e provoj tani, po ndërtoj një prototipin tim të cilët jo vetëm do të jetë një model, qoftë me dëshimet e mia, qoftë me sukseset e mia, që mund shërbej edhe për veten time që të dëshmoj, po edhe për gjinien femrore në shoqëri. Edhe ishte momenti që ishte ajo kapërcim. Mandej mos flasim, do flasim gjatë bisedës, po do të bashkangjitem bisedën me Ninën, them Nina, po mirë si tash, okay, jemi të suksesshëm, si arritëm të kemi sukses edhe në familje, ka edhe kjo tabuja theje, se do thonë nëse duhet, ne të flasim një burr i zakonshëm, thash nëse do duhet të jesh i suksesshëm, do duhet diçka të lash anësh, e në shumicën e rasteve ne burrat dim ta lëm familjen kështu pak, ta financojmë, po jo të jemi non stop me fëmijë, të edukojmë etj. Si arritët të dyja ti bani, si do arritët balans ta bëni, kemi në një rand të suksesshëm, në anën tjetër të jemi të suksesshëm edhe familje. Po, ndoshta edhe gjëja më e rëndë është në sfidën e jetës, kur e zgjedh atë profesionin që do e bëj shti edhe të bëhesh edhe gru familjare dhe nën, është bashkë ajo balansi, e cila mua nuk më ka munguar. Do me thonë, po isha kthi pak përpara me atë që tha Vlora për kur mendoj e ndjeva veten se duhet ta bëj rrugtimin tim ose të them jo, se fjala jo është shumë e fuqishme. Do me thonë, përveç se komuniteti jonë është tradicional ashtu si është edhe unë shumë e respektoj, edhe dua se ajo më duket se na jep neve grave shqiptare, po një rol shumë të rënd, se neve duhet edhe të kemi një profesion edhe të kemi sukses në profesionin, po edhe familjen, po më duket se ajo nis prej familjes ku ti rjedh përpara. Mendoj, unë do të tregoj një shembull kur babi im, unë u rita dhe isha në atë moshën kur duhej të dalë edhe me shoqja dhe krejt, edhe kishte një ato që e maj mend edhe deri sot, ma boni, nëse do të dalësh, duhet më pyesish. Edhe thash si duhet të pyes, po tha duhet më pyes, a do më lejon të dal. Edhe unë në atë moment kur mundesha babit tim, ti thom se jo, une nuk do dal, po ashtu nuk do parashtroj pyetje, se jo që nuk më pagon të jem edhe submissive, do me thonë, tjetë autoriteti karshi me jetë shumë dominant, po më duket se ato stereotipe
që i përmendi edhe Vlora, duhet thyen të njerë. Okej, tash për balansin, pastaj unë si nën, po, vajza ime është ajo edhe besoj se secila gjenerat edhe ne e bojmë ato, do me thonë prap rrjedh prej te familja dhe kultura e familjes tënde, se si e edukuar, se sa herë ka një gjenerat e cila bën një revolucion. Po, unë e desha që jo se unë nuk i jap ashtu kompliment vetvetes edhe kështu tash ta përfersoj se unë kam bëhet revolucion, si vetvetja, po unë kam bën një revolucion me ato me suksesin e fëmijëve të mi. Do me thonë, djali im ishte përfaqësues i Maqedonisë së Veriut në lojrat olimpike në Francë, ndërsa vajza ime është mjeku i parë në familjen tonë, po që don të shkojë edhe pak më lart bëhet kardiohirurge e para në këtë shtet ose në këtë rajon, se nuk e dim ende statistikat si Po, thojnë. ama kjo si e transferove në biznes. Si ishte në biznes e sukseshme, të ti jesh menaxhere një hoteli të sukseshëm në Koshkollaj. Jo. Do ne kuptojmë tash ne këtë balancim e mirë, po Para se ti përgjigjet Nina, ajo çka më pëlqen tepër, edhe se Nina i ka në atë moshë, më fatikisht janë të maturit. Po. Ka një maturi edhe janë vetvetja, nuk jo se ndikon Nina në përfaqësimin e fëmijëve. Ajo çka më pëlqen te Nina se ne në kulturën tonë zakonisht fëmijët e kanë model prindrin apo lagjen apo themi etnicitetin cilën e përfaqëson. Edhe Nina nxori në pa disa profesione të cilën nuk kishin parë më parë në familjen e saj. Ne të rinjt i mësojmë apo fëmijët tanë i mësojmë që të marrin profesione të inherituara. Pse? Të trashëguara. Pse? Nëse Nina sikur të ishte mjek, shumë ma lehtë do ishte për vajzën e vet që të deportojë. E kështu me radhë. Pret panjohturës në këtë rast? Jo, unë mendoj kemi rrethin tonë dhe ndoshta normalisht për shkak se gjithë kjo frymëzimi i të rive është që okay, shko aty ku kemi lidhje, shko aty ku kemi koneksion, e kështu me radhë. Edhe kjo përveç se jo ka qenë, jo se tani po i jap komplimente, po jo se ka zgjedh me to, po ta leson, po ajo është e guzishme, është luftarake dhe i mundsoj që fatikisht edhe vajzës vet të luftojnë me veten pari, me familjen, po edhe ndërkohë paraqitet edhe sot prezantohet si mjeku i parë familjes. Do të thonë, jo. Po është me të vërtet për tu përshëndet rrallë erne nëse ja analizonim tani një familje intelektuale. Kur kemi një familje intelektuale zakonisht nëse dy prindërit janë mosimdhënës, by default themi dhe fëmijët janë mosimdhënës, apo nëse janë afarist, në një farë mënyre po ndikohemi që fëmijët të trashëgojnë afarizmin. Kjo është me të vërtetë. Tani Nina mund të kape pjesën tjetër. Jo, ta them këtë pjesën e dytë ta kapim. Po, okay, në rregull, kjo nuk dyshejon në sy, po mua më intereson në ekonomi, si arritëm të jemi të suksesshëm në këtë pozitë me këtë barë. Do thonë neve kjo na intereson se ne duhet ta përcjellim. Po, shif, unë e kam pas parim të parë, si çdo nën, edhe që familja edhe fëmijët e mi kanë qenë sa herë në vend të parë dhe aty nuk kanë bërë kompromise, as me biznesin. Do me thonë, kur ka qenë, edhe Vlora më njeh edhe ndonjëherë mendoj, disa herë më ka kritiku, ndoshta pse s'm ka njoftë përpara, se si për shembull objektivat e asaj prej jashtë, si duke jashtë, po. Si jam duk unë se jam ndonjë femër ose gruë e cila punon ndoshta edhe 24 orë, po nuk e di si mrin të shtëpia. Do me thonë, neve kemi qenë takim kur është lajmëru vajza ime ose djali im, mund të kanë prit krejt njerëzit që kanë qenë në atë takim. Do me thonë, ndoshta ajo është ajo që kom ditë, njerë të bëj edhe time management, se dhe ajo është shumë e rëndësi, do me thonë, ta planifikoj shkohën tënde, pastaj, jo veç time management, po ka qenë edhe t'i vendojsh prioritetat cilat i ke ti për para si individ, se ka të tash gra që nuk dojnë t'jenë familiarizume, se nuk dojnë, ka gra dhe që nuk dojnë t'kenë fëmijë, foli tash për botën përfshirë, se kështu komplet, nuk foli për rajonin tonë. Po parimet e mia ka qenë se unë nëse dështoj në familje, për mu, suksesi nuk ka kur far lidhje pastaj në jetën tëmë. Nuk isha mund t'i them vetë se jam e suksesshme. Dini çka kjo puna? Ta përcjell. Edhe kam qenë kritikuar, besoni, po kam qenë kritikuar, po në anën e biznesit, se si për shembull unë dal se fëmiu im ka pas ndonjë s'ka lidhja, problema ndonjë rast, po ose çfarë do koft, unë pa marr parasysh se sa biznesi ka qenë i rënd në atë kohë, ose sa ka qenë shumë i dobishëm ose i për palja që kanë qenë të inkuadruara, unë kam zgjedhur që më falni, unë tash duhet shkoj atje. Po ka tjetër anë, afatgjat kam fitu ma shumë respekt tek ato njerëz që kanë qenë se sa krejt tjerë, po
unë po afatgjat folim, ndoshta për atë moment unë kam qenë e kritikuar se okej, pse del pi punë, ose pse ke shku këtu, ose pse ke shku atje, po për mu ato kam pas rëndësi, po afatgjat besoni se respektin ma shumë e kom merituar se sa krejt tjere që jonë konë në do. E dini çka unë Atë doja bezdis një kjo, kënd Flora. vështrim Ju tjetër, po më bezdis bezdis kjo, mua. E ju dim se më bezdis bezdis, kjo, po. më thonë. Më bezdis për shkak se kur më pyesin shumica e njerëzve dhe të afërmit mi si e balanson mes familjes dhe punës apo karrierës, themi kushtimisht. Pse nuk i pyesin burrat? Unë e thash në fillim. Do thënë kjo është paragjykim, më fal, kjo është një paragjykim. Po, e thash Unë në mendoj se fillim. ky ballancim në mes familjes dhe në mes karrierës është diçka që etiketon një personalitet të cilët ka ambicie. Atë ambicien që e ka Nina në biznes, atë ambicien që e kam unë në karrierën time, normalisht e kam edhe ambicien në familje. Nuk ka dyshim, flasim për atribute të një njeriu, të një karakterit fort, i cilët don e adhuron suksesin. Edhe ju e din çka thoni ju, të ndalni një motor, një vetur që është non stop e ndezur, edhe dëshironi ta ndalni, nuk ndalet ajo. Qoftë në familje, qoftë në punë, qoftë lagje, qoftë jashtë. Edhe normalisht unë mendoj ai balans është me të vërtetë i vështirë, se për herë duhet ndonjëherë ta kapërcesh atë impenjimin, dedikimin ndonjëherë më shumë në biznes, mandej kthehesh ndjehesh pak fajtore, kthehesh më tepër në familje e kështu me radhë. Edhe po normalisht aty tani mos japim gjithë ato kredit ne si nëna, domethënë kanë kredit edhe familjarët tonë të cilët na rrethojnë, gjyshërit, bashortë e kështu me radhë, për shkak se me të vërtetë duhet një balans shumë mirë menaxhuar që të mund t'ju japish fëmijëve rrugtimin e dur. Shpesh edhe ai qoftë edhe ai rrugtimi që qëndron me shuplak domethënë me shkopin në dorë duhet bëhet se fëmijët sa kanë fëmijët tani në ditën e sodit në botën digjitale kanë informacione kudo. Qoftë nga interneti, qoftë nga shokët, qoftë nga shkolla, qoftë nga arsimimi, qoftë nga ne tash për moment mendoj se prindërimi ka një mision shumë të vështirë. Me thënë, ai shpje që t'jesh mentori i dur, coach i dur, që mos devijon nga rruga ajo është me të vërtetë është sfida më e madhe që jasim në ditën e sotme. Këtë e bënë më intro, kjo edhe mua më interesonte kjo, dhe më thonë se jam një tip që analizoj shumë edhe më interesonte kjo pikpamja ju dhe jam me të vërtetë jashtëzakonisht përgjigje të mira më dhatë, dhe une tash ju konsideroj juve si pjesë të biznesit, dhe më thonë do flasim për biznes. Patjetër. Okej. Para se kisha dash të ndërhyj, po një sen që pa tjetër, për ta bo atë balancim, ti duhet të sakrifikojsh shumë gjëra. E cilat, të cilat, ndoshta, nuk shifen, nuk, si them, nuk i shohin të tjerët, po ti e din vetë. Për shembull që me një periudhë kohore të jetës, nëse ti vetë i prioritizon ato sende që duhet t'i bëjsh edhe familja, biznesi, po ka do sakrifica që i bën vetëm prindi, i cili ai din cilat i bën. Po, edhe më duket se ajo sakrifica është ajo që ti e thu balans, me thonë, a jeta shoqërore do mungohet, a do mungohet që ta shoh ndonjë shoqe, që ta shoh ndonjë shoqe ta pi një kafe edhe të kem kohë për vetveten, po më duket edhe dua t'i inkurajoj nanat e reja se për krejt ka kohë, edhe do vije koha kur qetash. Ma ka të drejt Nina, se suksesi familjar nuk është e dukshme. Është diçka personale, apo? Edhe sakrificat, a suksesi në biznes duket. Kështu që planin e ma tepër e flasim këtë pjesë. Po, prap do të kthehemi te kjo pjesa e intros. E bëm në fillim se neve na duhen shembuj të tilla. Na duhen shembuj të tilla për arsye se e përmendëm gender inequality, por neve na duhen vajzat të cilët do duhet të hapin impact ekonomik në shoqërinë tonë. Sidomos te pjesa e shqiptarëve në të cilën jemi e dini, prej viteve të 90-ta kemi filluar disi të hyjmë në ekonomi dhe të fillojmë të hapim një impakt. Te ne ka ndodhur kundërta, vetëm një njeri ka qenë punëtor në familje dhe pjesa tjetër ka qenë është kujdes ky njeriu për gjithë këta. Tash neve na duhet për ta bërë një jetë më kualitative, për të rritë gjeneratat e ardhshme në mënyrë pak më mirë të mendojnë, sepse ne nëse zhvillohemi, nuk mund të zhvillohemi pa pas një background mirë financiar, familja,
pa pas një rritje ekonomike, dhe këtë nuk mund ta bëj një person. Unë flas vetë si familjar, se pa mbështetjen e bashkëshortes time, unë mendoj se nuk do të mundemi edhe financiarisht ja dalim. E flasi për ato parametra. Të them drejtë si erdhëm në këtë fazë, se kështu tani me zort po e bëjmë emancipimin e gruas. Etash kjo pjesa materiale na detyron këtë. Domethënë, jo, kjo është një farlloj, e dini se ju, domethënë te ju ose te bizneset juaj paraqiten edhe vajzat të cilët ju shohin ju si një brez, si një frymëzim për bizneset të cilët i bëni të suksesshme. Dhe tash do t'i lidhi bizneset, për shembull, nëse e keni DigiCube, për mua DigiCube është një ndër startupet më të suksesshme në vendin tonë. Edhe është një ndër kompani e cila ka depërtuar jashtëzakonisht shumë në biznesin e teknikës dhe teknologjisë, më falni. Edhe nga ana tjetër ti je menaxhere e një hoteli i cili është prestigjioz në këto raste, nuk është bashkë edhe ashtu vetëm CV të konkurrosh për një vend pune. Dhe pyetja ime ishte si ishin fillimet. DigiCube si fillojmë fillim. Mua më intereson tash si ekonomist, nuk më intereson gender inequality. Si fillova në fillim. Dhe të njëjtën edhe Ninës ja parashtet, si ishte në fillim kur filloi në fillim startupi i DigiCube. Tani kur fillova DigiCube-in është mendoj se kjo nuk është vetëm një DigiCube është një akumulim i suksesit para një rrugtimi para asaj. Unë t'i rikthehem pas pyetjes së parë. Rebelizmi im më ndihmoi që fatikisht të jem ndër të parët që po e hapa rrugën që duhet, që mendoja se unë hap, mund të ishte edhe rrugë dështimi, nuk e di, apo nuk është si në ditët e sotit që njerëzit kanë rol modele dhe e ndjekin një rol modele dhe thënë okay, e ka bërë, po e bëj unë. Edhe në atë kohë fatikisht ajo që më bën tepër të ndjehem shumë krenare sot është që së pari investoja në edukim, arsimim. Do shta ju edhe një shtytës vim nga një familje, nga një rreth të cilën jemi rritur dhe në çdo sofër familjar është fol për emancipimin e gruas, për arsimimin e kështu me radhë. Edhe duke investuar në arsimim, u dha mundësia marr disa bursa ndërkombëtare, tani po e shpalos informatën gati 7-8, edhe pse e dija se në atë kohë nuk është ajo. Kjo investim është aty. Jo, këto 7 bursa zakonisht kur aplikon për bursë nuk e di, din që nuk e di, domethënë kur aplikon nuk e të drejtë. Këtu pak e kam shkelur atë si them etikën. Kjo është aftësie. Po dhe mund ta marrësh edhe një aftësi, edhe ky bursë më dha mundësi që të edukohem edhe dal nga ai prototipi modeli që lufton shoqërinë brenda, okay? Atëherë më dha mundësia që dal jashtë kufive dhe të shoh edhe modele ndryshme, prototipe të kultura ndryshme, shtete ndryshme, personë të cilët arrin në fushat ndryshme kështu me radhë, dhe kur më dha mundësia që të fitoj një ndër studentët më të mirë në një rreth të tillë ndërkombëtar, atëherë më dha atë fuqinë. Okej, po nuk që kam një model prototip i ndryshimeve në një shoqëri të mbyllur. Mund të bëjmë edhe një model edhe jashtë. U vive edhe një vajzë e cila është e guxishme, me shumë impenjim, me nga 12 orë studim në universitet, në librari kështu me radhë. Unë ndoshta nuk jam prototipi dur për ca femna, po them e vetmja rrugë e suksesit e imja ka qenë vetëm puna dhe impenjimi. Ndoshta disa kanë fat, kombinime një fat të vogël, por themi formula e thjeshtë është vetëm impenjimi dhe puna. Dhe mandej momenti kur unë edukova dhe ku më dha mundësia që të punoj në një korporat në Microsoft, atëherë nuk po etiketohesh se je vajzë ose po në korporat në një biznes është çfarë sjell, okay? Cilat janë vlerat e tua, se aty punon me një individ nga kompani qera, nga sisteme ndryshme që përfaqësojnë jo vetëm një shtet, po edhe një edukatë dhe një kulturë tjetër. Aty ishte momenti kur unë edhe luftoja me atë brendësinë time, po edhe luftoja që të përfaqësoj një shtet vogël që zakonisht për fat të keq etiketoja më shumë se okay, nuk po të vlerësonin se çfarë vlera mund të japish në kompani, çfarë impakti mund të japish në kompani, po më tepër njiheje si një përfaqësues një shteti shumë të vogël. Kupton? Edhe aty ishte një luftë e madhe. Edhe mandej kur mbrina atë dinjitetin tim të pavarësisë edhe vlerave edhe besimit intern brenda që e kisha, atëherë thash okay, tash ndoshta është momenti për gjithë atë akumulim të njohurive që i kam, qoftë know-how në aspekt profesional, qoftë karrierës të ndërtova, isha në moment në thënë që të mund vendos të provoj pjesën e sipërmasisë. Edhe tani po jap kredit vetvetes, ndoshta e para sipërmase në familjen time, edhe në rrethin më ngushtë, asi që tha Nina se në qoftë se vajza saj provoi që qet
mjeke, unë provova që qem sipërmarrëse. Edhe shumë vështirë, se ne kemi një mentalitet... Sipërmarrësia është e vështirë. Shumë është e vështirë, beson, kur vjen në një mentalitet të një familje që është më i ndihshëm, më tepër që don të qapish në një komunitet, edhe kur je sipërmarrëse duhet marrësh. Ajo është sfida më e madhe, por DigiCube ishte ai moment që më dha mundësia, patjetër të them, ishte edhe ndoshta edhe fat, ndoshta edhe rastësi, ndoshta edhe duke trokitur prej derë në derë, më dha mundësia që të kryej një kompani në partneritet me një kompani zvicrane. Aty ishte momenti që më tha nisma ishte në nivelin e dur. Edhe mandej normal me një shumë impenjim, me shumë rrugtim. Ideja ime është që fatikisht gjitha ato sfida që i kisha unë, të mund të identifikojmë të rinj, individ që qenë pjesë e kompanisë tonë, edhe pse jo të ju japi mundësinë e një karriere drejt në një kompani ndërkombëtare, edhe zvicrane. Ajo është ajo që ka më tepër donjëherë unë mendoj se titulli për qenë CEO apo për titulli për qenë një lider në një shoqëri i ka ato benefitet e veta, mirë po ku len gjurmë është ma e fortë se çdo gjë tjetër. Edhe ajo që ka më bën sot unë të ndjem krenare është që më të vërtet ndoshta nuk kam pasur impaktin aq të madh në numër, po atë impakt që kam bërë te disa individ ka qenë ai duri. Një përshkrim jashtëzakonisht i mirë. Dina, si është për shembull patjetër të ndërlidhem te Vlora. Të ndërlidhim, po është puna si o tash. Për Vlorën. Po jo, në përgjithësi Në Vlorë për Vlorë, do ta thot mirë me Vlorën. E bëjmë kështu, domethënë, si është e mundur, domethënë, kur domethënë hapja e një biznesi tuaj kur këtu në vendin tonë, domethënë pjesa e hotelierisë, pjesa e shërbimit ka qenë e ardhur për një sistemi monist, domethënë i dim në ato hotelet e vjetra dhe mënyrës se si. E tash, po na mendoni, aty do duhet një dorë jashtëzakonisht shumë e madhe sipërmarrëse dhe inovative që të fillojsh të bësh një biznes të suksesshëm. Si filloi kjo aty? Domethënë, si filloi duhet të kthehem pak më mbas, se unë në këtë kompani provoj veç 23 vite. Domethënë kur sefte kam hypur të punoj në kompaninë e Gemakut, në atë kohë ishte Gemaku, hala është, po tash është pjesë e Maliqi grupit, se ne jemi hapur jo vetëm në biznesin e hotelierisë, po kemi edhe shumë industria tjera, të cilat i punojmë. Atëherë ishte kompania veç një 15 vjet ishim atëherë. Edhe po ishte shumë e suksesshme në atë kohë, mund të them ishte kompani e cila pas privatizimit edhe ashtu ishte një ndër kompanitë e para shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Po edhe pastaj filloi ai rrugtimi e cila si u riteshte kompania jonë, që ashtu edhe unë ritesha, e cila jam sot shumë faleminderuese se hapat e mia nuk kanë qenë trashanike, nuk ka diçka dram rreth suksesit tim ose s'diçka. Kompania është rritur me hapa të vogla po të sigurta, e cila sot përfaqëson, sot është një korporat e cila ka shumë industria në vete, po çka është e lavërdishme këtu për mua, se në atë rritje unë kam qenë e inkuadruar në shumë departamente të asaj kompanijës. Do me thonë, adon legale, adon të finansat, edhe kam qenë një person i cili nuk i ka ardhur mare të pyese dhe të thoje se këtë unë nuk e di. Si duhet ta mësoj, si duhet ta bëj. Do me thonë, kam qenë ajo e cila ka trokitur të dera dhe ka pyetur njerëzit pa pas kurfar brenge se çfarë do thojnë pastaj ato, ose si do më gjykojnë, ose si do më paragjykojnë. Do me thonë, ai rrugtimi im ka qenë ashtu me shumë pyetje, se njeri nëse dyshimi i njeriut duhet fillojë prej të vetvetja, jo të tjerë. Do me thonë, unë çdo herë dhe sot e kam pa marrë parasysh se kam kalu shumë departamente ose jam sfidu në shumë biznese, kam një huri prej shumë bizneseve që sot bëhen në vetë korporatën time, po unë prap dyshimin më të madh kam te vetvetja. Po ajo pas 20 vjetëve, 23 vjetëve përboj. Po, e vërtetë. Edhe kur e di se e di sigurt, se është ashtu, unë tash më ka bëu eksperjenca, më ka bën ndoshta më ka futur tash në tjetër fazë, ku unë përpara kam dash ti marr sendet edhe kam qenë ajo e para që ka çu dorë edhe unë do e kryj kët, unë do e bëj kët. Tash eksperjenca pa më ka futur në tjetër rol, ku unë tash nuk them se unë do e bëj ose unë do e kryj, po unë e mendoj, shkoj
në shtëpi, lexoj, bëj research, e bëj analizën e vet e cila më duhet njohuri për atë punë, edhe nuk mund t'i di gjitha gjërat, edhe asnjëri nuk mund t'i di gjitha gjërat, po edhe kur jam e sigurt, unë dua se përgjegjësia kur punon për tjetër dikën është shumë më e madhe, nuk them se nëse je dhe sipërmarrës se unë kam një mix, unë kam edhe një kompani familjare, cile e udhëheq bashkëshorti tim bashkë me djalin tim, edhe ku ndoshta interesi jem është ndoshta edhe hala më i madh atje, po neve kemi si thojnë, secili ka obligimet e veta dhe e di si ndoshta jam personi që e din si është thjesht edhe sipërmarrës, po edhe një punëtor. Po ndoshta edhe i thjesht. Menaxheri duhet ta ketë këtë aftësi sipërmarrëse. Po ashtu sipërmarrëse, e ndoshta ajo më jep një, si të them, një added value që unë e di edhe të vendohem në kpucat e sipërmarrësit ose kpucat e atij që punon edhe duhet to deliver, to t'jape, ta krye, ta mbaroje projektin. Edhe ajo është ndoshta ajo që e rrotullon si të them rrugtimin tim, edhe ajo që çdo herë dyshon në vetveten, jo në njerëzit që janë në tryez bashkë me ty. Unë do t'ju parashtoj një pyetje nga atë që unë e vaj tash. Ju si u takuat me Digitimin? Domethënë, një e suksesshme sipërmarrëse, një menaxhere e suksesshme, si e bë Digitimin? Për falni ndoshta pyetje shumë direkte, po. Jo. Patjetër duhet të them, unë ndryshe do e nisi. Për shembull, për mua ka qenë një vlerë shtesë kur unë e kam taku Vlora, për jetën time foli, për personalitetin tim, për familjen time, për krejt, se për mu Vlora, jo Vlora, se tash foli për Vlorën, po ka edhe shumë tjera gra, që me të vërtet kam bojnë pak një jetën time personale, se njeriu mundet veç me shokun e sinqer, si që është Vlora, një rekonsideroj jo veç si grut sukseshme dhe si nanë sukseshme, po Vlora është në këtë kohë një njeri aq i pastërt, edhe aqi zdisi të them, aqi i sinqert, në pa marrë para ti edukojmë edhe të tjera, se si duhet bashkohen njerëzit. Edhe ashtu është, edhe në njeri që don ta kesh çdo herë në shoqërinë tënde. Nuk foli shoqërinë për të pi kafe, po njeriu të cilët mund ta pyesish edhe e din ose ta konsultojsh edhe e din që çat që ta thot është troq ashtu edhe nuk ka kur far prapavije, e cila në këto momentet tona jetësore është shumë e rrallë, jo pse njerëzit nuk don të jenë sinqert, po nuk gjejnë ndoshta kohë, se edhe për atë duhet kohë, tulesh me dikon edhe t'ia tregosh problemet e veta, edhe patjetër e kam ta përmendi se Vlora është një obi njerëzve të rralla, jo prej krenarist, miremi vesh, po që unë i pyes se si kishe vepru ti, ose si e kishe bë këtë. Digitime është një projekt i Vlorës, e cila jo e ka fillu, unë si të them, unë e mbështes edhe do jem çdo herë një si të them, një partner i jashtëm, i cili çdo herë do jetë aty për ta ndihmu Digitimin, se Digitimi është një projekt që nuk ka të bëj pjesë veç me anën materiale, po atë që bisedojmë edhe neve këtu, t'i frymëzojmë gjeneratat e tjera edhe t'i kanalizojmë se ku duhet si edhe ku duhet ta gjejnë vetveten nesër, se ka profesione që nuk do jenë, për 10 vjet nuk do jenë mo. Mos ta zgjas, mund ta zgjas shumë. Si çfarë ishte Digitimi? Si doli Digitimi tash? Unë jam çdo herë parimi që sendet e mëdha nuk bëhen vetë. Edhe është shumë vështirë kur analizoja, se gjithashtu edhe kam do aftësi analitike që ndoshta i super bëj, edhe ajo është pak negative. Në sipërmarrësi është. Sipërmarrësi. Edhe shpesh kur mendoja të nis me këtë iniciativë, çdo herë duhet të kem një partner i cili do të më shtyjë, dhe për fat mirë e mendoja edhe Ninën gjatë kohë, po nuk ishte momenti që t'ja them edhe të më sëpërton që t'jetë një shtytës, edhe ato vlera që mi dha Nina, që i kam unë, mirë po ato vlera që si kisha unë i ka Nina. Edhe dia që Nina është një shtytës kryesor, po i them tani jo vetëm për t'i dhanë kredit njëra tjetrës, po për t'i thënë në tavolinë ato vlera apo ato aftësi që duhet t'i ketë një njeri për t'i bërë gjëra që nuk i ka bërë dikush tjetër më parë. Edhe nëse unë po analizoja dhe bëna ulumtimin se ne na duhet një hap, një talent accelerator hub ku do të identifikojmë fëmijët të cilët ndoshta nuk kanë guximin, po e kanë potencialin, ose fëmijët të cilët e kanë talenti, po nuk kanë atë rrugën apo kanalin e dur
për të mbërthyer këto vlera apo këto aftësi, të cilat janë aftësi shkencore, domethënë aftësi që matematik, shkenca kompjuterike, shkenca eksakte kështu me radhë. Dhe pse jo mos flasim vetëm këto fusha të cilat nuk preken, po janë fusha e së ardhmes. Edhe unë e dija që momenti vetëm të cilin mund të arrij është vetëm me Ninën, për shkak se e di që Nina i shtyn punët para. Prej pikës A në pikën B do e kaloj, prej pikës B në pikën C do kaloj. Mirë, po për fat të keq, jo për fat të keq, për fat të mirë është kemi mbritur në atë nivel që ta vetëdijsojmë shoqërinë se një investim i tillë tek fëmiu i vet është një investim ndoshta që bëhet tani qoftë monetar apo impenjim kohe, mi po të arriturat e kësaj kërkon na fat më gjatë. Edhe atë çka ndoshta edhe unë edhe Nina nuk e parashikuam, ishte që fatikisht përveç atij përfitimit monetar që nuk erdhi asnjëherë për fat të keq, po për shkak se ne prandaj jemi këtu që ta ndërgjegjësojmë ende barazimin e gjinisë femërore me gjininë mashkullore, për shkak se kjo tregon se shoqëria jonë ende ka nevojë të flasim për ca stigma që ndoshta në shtetet në perëndim nuk i shqellojnë as pak si tema. Edhe tu tek ne, nëse unë kisha ata ambicie që ka fëmijë të talentuar, ka fëmijë që kërkojnë shkencën, ka fëmijë të cilët janë super potencial dhe ne vetëm me një program të dur do t'i shtyjmë edhe programi do ecë vet. Jo. Çka hasëm ne? Ndërgjegjësim i papar. Duhet të flasim ndërgjegjshmëri tek prindërit, se çfarë do të thotë një investim. Pse është shumë e qartë ose për disa fëmijë për disa prindër është e qartë që investimi në futboll, suksesi nuk vjen menjëherë. Pse mos e ndërthejnë kësë edhe investimi në shkencë është diçka që nuk vjen brenda një kursi 3 mujor, 6 mujor apo 8 mujor. Është diçka që ti çdo herë ushqen, e furnizon edhe mandej del. Unë sot në këtë moment që po flas, thash edhe një herë, jam super e kënaqur, edhe proud, super krenare, se atë ndryshim që e kam bërë, qoftë edhe keni 150 veta, ka qenë i dur. Okay? Mi po, atë çdo që them, ne jetojmë në një shoqëri që një hap të çon para, 3 hapa pas. Okay. Kjo është ai problemi që bizneset sot flas për biznese inovatore, jo për biznese për shembull një IT kompani ose hoteleri që dashje për dash shërbimin e ke nevojë për një shërbim të tillë. Flasim për një shërbim cilësor që jep shtesë vlerë shoqërisë, po ka edhe atribute të sakrificës. Nuk është, do t'ishte fan për fëmijën e ju që të mëson matematikë. Sigurisht që jo. Po, nëse duat të ketë aftësi analitike dhe duhesh të lumë, domethënë kjo është një ekosistem të cilët e shtym prindi, e shtym ne si program, e shtym tutori, fëmiu duhet të jetë ambicios, kjo është një program shumë impenjativ, që unë mendoj se ndoshta është një thirrje edhe tek sipërmarrësit. Nuk pajtoni me edukimin tradicional, bëni diçka për këtë. Më shtyre tash të bëj një pyetje tjetër, se s'kemi edhe shumë kohë ne këtu ta bëjmë emisione, se mund ta bëjmë ta zgjasim. Tash do të pyes në atë aspekt në mikro në makroekonomi, shumë një moment e ke kap një moment jashtëzakonisht shumë të mirë, sa mundemi ne të krijojmë njerëz të së ardhmës, të cilët do të ballafaqohen me sfidat. Kemi biseduar edhe për programet startupeve, të inovacioneve, akselerime ndryshme, research develop. Vlora, ku e shef ti vendin tonë në të ardhmen? Me të vërtet, kjo një klishe pyetje, por është shumë me vlerë. Ta parashtroj pyetjen jo si e shohim ne, si e perceptojmë të ardhmen e këtij vendit ku jemi ne, po si mund ta prodhojmë ne të ardhmen e këtij vendit tonë. Ja, ta një pyetje e cila nuk parashtrohet. Si ta prodhojmë ne këtë? E dini, pyes njerëz si përmarrës. Hajde si ta prodhojmë. Ja, si ta prodhojmë. Kjo është një rrugtim shumë i vështirë, sidomos se për shkak se nuk janë vetëm faktorët brendshëm të vendit, kanë edhe faktorët jashtëm, ka tani do politika qoftë ekonomike, qoftë politike që tani me inteligjencën për shembull. Inteligjenca artificiale është tani një faktor shtesë që ne nuk e parashikuam para 8 muajve apo para një viti. Okej, ne të branshës të IT-s kemi ditën, jam ajo në këtë format të përshpejtuar, okay? Dhe kemi shumë sfida faktor të jashtëm, faktor të brendshëm e kështu me radhë. Nëse për ju nga jashtë duket se Vlora është një gruaj e suksesshme që ka arrit
majat e suksesit, edhe sidomos punosh në një treg siç është Zvicra, apo në një segment apo një industri siç është IT-a kështu me radhë. Po, nëse unë reflektoj rrugtimin tim, do them se ka qenë shumë i vështirë. Pse? Për shkak se ideja është që fatikisht të rinjt të sotit sot kanë probleme, sepse shumë aftësi analitike, kritike, kështu me radhë nuk i kanë. Nuk i kanë, okay? Edhe çka është më e vështirë është që ne, nëse unë tash e reflektoj veten, energjia ime është dhënë më tepër që të punoj në një sistem i cili është i ngulfatur. Okay? Ama këtë kritik japim edhe akademisë japim. Jo, çdo gjë. Do të them flasim, ne punojmë dhe veprojmë në një sistem, siç thash më parë, një para, 3 hapa pas. Në sistem i cili nuk është stabil, qoftë politikisht, qoftë institucionalisht, qoftë edhe ekonomik, e kështu me radhë. Edhe tani, para mendoni, për një sipërmarrës të cilët dëshiron që të fuse vlera apo startupe të reja inovatore të cilët e shikon botën si konkurrencë, jo vendin ton, edhe në vendin ku në ato hapësira të cilën vepron, ka faktor të jashtëm që vetëm e shtyn pas, prandaj çfarë luftë është ajo. Luftë e papar. Tani unë them që ajo çka dua të fokusohem edhe t'u them të rive, mos veproni në sistemi i cili mundoni ta shtyni me zort, që energjinë e juaj do të plasoni në sistem të cilët nuk ju supporton. Buni pjesë atij environmenti apo hapësire të cilët energjinë e juaj do ta shndrojnë në vlera apo në fryt. A shtyhet një mur që nuk shembet. Nuk shihet. Domethënë me zort. Kjo është shpesh më thuan edhe shoqënia, qoftë edhe njëna edhe bravo, ti ja ke arrit. Siç vaja thonë edhe për fëmijën tim, i cili sot fiton nëpër Olimpiada, po është një luftë me sistemin politik, qoftë edhe Maqedonas, okay? Është një luftë që duhet jo vetëm pjesën e intelektit ta fitoj, por edhe pjesën gjysore, pjesën e problemave sfidave që njerëzit nuk i shohin nga jashtë, okay? Edhe thonë po okay, po hajtë se po bëhet i fortë ki kështu. Jo. Nuk duhet bëhet i fortë duke harxuar energjinë aty ku s'duhet, okay? Duhet bëhet i fortë nëse harxhon energjinë për research dhe development, harxhon energji që do të sjell diçka rrisin në shtetin tonë. Prandaj hiç as pak, domethënë më vjen shumë keq që kjo është një inkurajim prapsht për gjeneratët tonë, por po, nëse të rinjt kanë ambicie të tilla, edhe jetojnë dhe veprojnë në një sistem të ngulfatur, hikni prej atij sistemi. Nina, si mendon ti? A kemi ne mundësi të bëjmë inovacione kreativ, të jemi kreativ, të kemi një farë lloj shpirt sipërmarrës të rritë tonë këtu? Më thonë, duke ju pa juve si model të suksesit, tash për jashtë ne shohim, është model i mirë. Më thonë, Nina e tha, unë kam fillu prej në fillim dhe kam qenë lojale në kompanisë deri në fund dhe kam përjetuar, dhe unë mund ta paramendoj se vetë kam punuar në asnjë sisteme dhe është rënd të fillosh prej në fillim dhe të mërish deri aty ku duhet të jesh, qëllimi yt ku edhe të vazhdon tutje. Si mendon këto të rritë, domethënë, a do duhet pak edhe këto pak ta marrin atë shembullin. Ndonjëherë nuk ka nevojë ta shtysh murin, të gjesh një mënyrë më ndryshe ta kalosh. Unë jam si thot Vlora, atë marr shembull se është këtu me mua. Ma mirë të më qërtonu sa jam optimist i jashtëzakonshëm. Domethënë unë çdo herë në situata e shoh anën e mirë. Ndoshta është ndonjë mekanizëm që vetë kom bën mbrojtës, nuk e di, po është fakt se unë dua ta shoh edhe ndoshta edhe këtu nuk pajtohem pak me Vlorën se duhet të hikin prej sistemit që nuk bën, unë përkundrazi jam tip që kisha ndet që ta rregulloj këtë sistem ose të provoj të rregulloj një sistem i cili e dim gjithë ne se nuk bën asgjë. Po prap edhe ai sistem i cili nuk ka qenë i mirë as për mua, po as për Vlorën, po as për ty. Neve jemi këtu ku jemi, okay? Ashtu që varet kënd vështrimi të cilën edhe ndonjëherë edhe duhet jemi neve optimistë, për shembull unë kohëve të fundit e shoh se këtu te ne në qytet ose në shoqëri nuk qeshin më njerëzit, nuk e di, pa marrë parasysh sfidave jetësore, neve prap duhet jetojmë edhe prap duhet ta gjejmë atë forcë në brendësin ton, po edhe t'ju japim, edhe unë kam besim te këta të rinjt. Unë kam besim se në kohën tonë, për shembull, neve kemi pas 3 kanale që kemi pa, po, tash këta kanë 300.000 kanale.
Po let Tani janë mos keq ata, kuptohem unë. let janë Jo, ata, ai tani jam marrë fjalën. revolucionar, e cili do e përmirësojnë këtë Po, sistem, shumë saktë. të cilat ne çdo kush pineve ka përmirësu ka pak. Mos e harrojmë edhe këtë, okay? Ti e ke përmirësu në rrugtimin tënd. ju kemi ti thirrë Patjetër, për çfarë jemi ne. Po. Jo, ideja ishte që mos japim energjinë ton aty ku s'duhet, okay? Mos na shterin energjinë nëse kemi ne forcë, energji, impenjim intelektual që të bëjmë ndryshimin, bënu në ato pjesë, ku them sistemi, jo të them vetëm për vendin, ik prej Maqedonia, okay? Jo, çfarë? Shkon ato rrethana ku mund të bësh ndryshimin. Keni parë për shembull të thomin të elaborojmë një situatë të tillë ku jeni një shoqëri trive që ti për shembull mund të paraqesesh të tavolinë një ide që ndoshta duket absurde. Edhe cili do të ishte reagimi i trive? Hajt prej ti shumë larg je tu shku ose nuk. Do të thënë, kjo është, ne duhet të jetojmë apo të veprojmë në ato rrethana, që jemi enough inteligjent, të kemi atë empatin intelektuale që të mund ta kuptojmë anëgjësinë që, okay, shoqëro, unë pse jam shoqëruar me Ninën? Për shkak se Nina nuk më thot mos e boti kët. E bëjmë, okay? Kjo është ideja. Që ne mos e plasojmë energjinë se ti po të guxosh, se për shembull ne tani themi se ne menaxhojmë një kompani. Po edhe fakt është që menaxhojmë një kompani në një shtet ku ka shumë trazira. Absolutisht. Ti mund të jesh shumë profesional, nëse do të kalosh prej pikës A në pikën B, ndikon ajo. Shumë. Ndikon. Edhe energjia plasohet moment, për shembull, tani kur vjen te Tomasi këtu, partneri im nga Zvisa, thotë, po pse ti miresh me këtë punë? Pse duhet miresh? Edhe unë tani ishte në një moment që thoya, okay, a jam person që bëj micromanagement? Në një moment e kuptova, u desh 4 vite të kuptoj që në fakt jam marrë qoftë me administrat, qoftë me pjesën juridike, qoftë me pjesën financiare, qoftë me pjesën e accounting, vetëm për t'i hap syt 3, t'i bëj 4, 5 e kështu me radhë, për shkak se di që sistemi nuk funksionon si duhet. Nuk kam përgjegjësi tek njerëzit, qoftë tek kontabilisti, nuk e ka përgjegjësinë e dur që ta mbaj, që se bën një gabim thotë, okay, ket atë dinjitetin, karakterin që është gabimi im profesional e marr përgjegjësinë. Kështu që tek ne ose çon fëmiun në shkollë, nuk kanë zemje, ti kujdesesh, okay, a kanë zemja, është mirë, për shkak se sistemi nuk funksionon. Edhe ajo energji. Po këtë e shtojmë edhe në podcastin. Si ne këtë energji ta reduktojmë dhe këtë energji ta. Po pra, shënjoni, kalonin ato sisteme, i rinin ato rrethana të cilët janë kontribues për idenë. Tande kanë energjinë e dur, edhe njoftoni me njerëz të cilën kanë forcën e dur. Qoftë financiare, qoftë intelektuale apo jo. Që do ju suportojnë. Po, patjetër. Flora dhe Nina se dia e pat gjatë gjithë bisedës asnjë nuk ju thash zonja. Domethënë ju trajtovat barabartë se gjenderi në. Se treja dukemi bre çfarë. Por unë nëse nuk keni diçka, domethënë ne podcastet i bëjmë pak më kështu më informative dhe unë me të vërtetë u kënaqem bisedën tonë. Nëse nuk keni diçka të shtoni kështu për ta mbyllur këtë podcast. Helbete, diçka kështu që kemi harruar. Çfarë se kemi Mos e përmendim. Se di mund shtojmë edhe shumë neve. Po jo, unë para tash mos. Oj, do t'rregoj një rast kështu, pa edhe ta mbyllim me këtë, edhe që ka qenë shumë interesant me fillimet kur kemi nis me Vlorën të bashkëpunojmë, të shoqërohemi po dhe bashkëpunojmë. Edhe ishte një projekt i cilin e morëm, një projekt i vogël, s'ka lidhje, u testuam të dyja. Po. Që është edhe ajo shumë e rëndësi. Edhe tash unë Vlora nuk e kam njoh si është në punë, po edhe ajo mua nuk më ka njoh se unë si jam kështu, si të them ongoing për diçmëria, se jeta është për diçmëria. Ato që jam unë sot nesër mas ç'ajo është. Edhe, okay, e murëm projektin dhe duhet ta punojmë projektin me obligimet e mia, Vlora dhe me tjerat obligime, se ne kemi edhe tjerat obligime që i kemi. Edhe ishte projekti s'di, nesër në ora 4 duhet ta dorëzoj. Shkoj, unë të ras Vlorën, shkoj dikte, jo, konsultohemi, vazhdojmë kemi edhe ekipën tonë i cilat ato edhe shkruajshin, po me konsultimet me neve tyjave, edhe tash në ora 15:04 shkoj ta shoh Vlorën, edhe normal Vlora si Vlora, ajo patjetër duhet ta shohë 7 herë një punë. Edhe unë them, çfarë bën moj? Tha, qetha edhe njerë dhe ta shoh si e kanë shkruajt ato që ja dham vajzave, ta shoh çfarë kanë shkruajt, si e kanë bë, edhe unë i tham, ik pak. Ik pak në mamelin, enter.
Edhe bete si sinoni poje. Po pra. A u fitu Shumë projekti bukur. rezultati? Po, u fitu. Ama, bravo, kjo është me të vërtet një thirrje se donjëherë se ende duhet t'i lëvizish enter pa mos mendim se kjo është ai guximi që do ta kesh komplement. Edhe ato imperfections, domethënë në secilin sen çfarë mund bëhet edhe më mirë. Po nuk duhet të lodhesh me atë që mund më mirë ta bësh, po duhet të lodhesh me procesin a e ke kryer. Okej, ndoshta po e mbarojmë kështu, atëherë për tri të cilët nuk guxojnë si individ, ne ti bashkangjiten, e gjeni Nina ato si e gjeta unë ose dikën tjetër, që më të vërtetë se donjëherë bëhet edhe si bëhen ndryshimet edhe në partneritet. Qëse ngjen një person të cilët ka mendësi të njëjtë, bëuni bashkë, mësoni nga njëra tjetrës edhe ka shumë mundësi këtu jashtë tani me këtë botën digjitale nuk ka arsye tim për mos patur sukses. Vetëm ai çka mungon pak gjeneratave të reja, pak impenjim, pak punë, pak E thash, nuk e përmend asnjëherë zonja, se desha të jenë të barabarta në bisedë, po ishte kënaqësi të ndigjoj dy zonja të suksesshme në biznesin e tyre, tash në fund e përfundoj kështu. Ju të nderuar, keni çka të dëgjoni shumë në këtë epizod podcastit ton We Economy. Mirëmbëç.